Një ngjarje trondice ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të 27 prillit në lagjen Hajrot Çakëri, ku është gjetur pa shenja jetë shtetasi Renato Hoxha i 58 vjeç. Trupi i tij u zbulua në rrugë shumë pranë banesës ku ai jetonte, ndërsa të dhënat paraprake nga grupi hetimor flasin për dyshime të forta se ai është ekzekutuar me 3 plumba me armë zjarri. Renato Hoxha ishte i punësuar si roje në një objekt ndërtimi pranë shtëpisë së tij dhe zakonisht nisej herët në mëngjes për të marrë detyrën. Ai është gjetur i pajet nga kalimtar të rastësishëm, të cilët kanë njoftuar menjëherë policinë. Burime nga policia konfirmojnë se viktima është qelluar me 3 plumba, 2 në kokë dhe 1 në gjoks. Viktima jetonte vetëm pasi ishte i divorcuar prej vitesh dhe ishte babai i 2 fëmijëve të rritur, ndërsa prej kohësh bashkëjetonte me një grua të komunitetit rom në Vlorë. Gjatë marrjes në pyetje, bashkëjetuesja ka treguar në polici se kishte dëgjuar vetëm 3 krisma dhe ka dalë jashtë për të parë se çfarë kishte ndodhur. Ajo ka rrëfyer se nuk ka arritur të shikojë autorin dhe nuk ishte në gjendje të jepte asnjë shpjegim rreth motivit të ngjarjes së rënd apo identitetit të autorit. Burime zyrtare nga grupi hetimor bëjnë me dije se Hoxha nuk rezulton të ketë Burime zyrtare nga grupi hetimor bëjnë me dije se Hoxha nuk rezulton të ketë patur precedent penal apo konflikte të njohura me drejtsinë. Çka e bën ngjarjen edhe më të paqartë në lidhje me motivin? Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po analizon të gjitha pistat e mundshme, përfshirë ato që lidhen me jetën personale, marrëdhënie familjare si dhe të kaluarën profesionale të viktimës. Policia ka ngritur menjëherë një grup të posaçëm hetimor që po punon intensivisht për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje të rëndë. Hetimet janë përqendruar në grumbullimin e çdo prove të mundshme, përfshirë pamjet e kamerave të sigurisë përreth, që mund të çojnë në identifikimin dhe kapjen e autorit ose autorëve të dyshuar të ngjarjes.